Dashi, sot është një ditë për të menduar thellë mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, vërojeni kohën tuaj dhe vëmendjen partnerit, pasi energjia pozitive është çelësi për harmoni. Në punë, krijimi i lidhjeve të reja mund të sjellë mundësi të papritura. Mos keni frikë të tregoni ide të reja, sepse mund të gjeni mbështetës të fuqishëm. Financat janë të qëndrueshme, por kursimi do t'ju ndihmojë të ndjeni më të sigurt për të ardhmen. Ndjeni energjik dhe të mbushur me entuziazëm, gjë që ju bën të rrezatoni pozitivitet. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të forcuar lidhjet shpirtërore. Mos harroni të pushoni, pasi qetësia mendore është thelbësore për një mirëqenie të balancuar. Sot zbuloni se sa magjike mund të jetë çdo moment. Demi, dita e sotme sjell një ndjenjë qetësie dhe stabiliteti. Është e rëndësishme të ruash ekuilibrin midis pushimit dhe përpjekjeve të tua profesionale. Në punë, një projekt që ke lënë pas dore kërkon vëmendje të re. Përdor kreativitetin për të gjetur zgjidhje të reja dhe mos nguro të kërkosh ndihmë nga kolegët. Situata financiare është e qëndrueshme, por kushtoj rëndësi menaxhimit të buxhetit me kujdes. Në aspektin e dashurisë, merr kohë për të dëgjuar partnerin dhe për të ndarë ndjenjat e tua. Mund të jetë ideale për të planifikuar një mbrëmje speciale së bashku. Mos harro të vlerësosh momentet e vogla që të bëjnë të ndihesh i lumtur. Harmonia do të mbush zemrën tënde sot. Binjakët, dita e sotme premton qetësi dhe harmoni. Në dashuri, është koha të dëgjosh zemrën dhe të ndash ndjenjat me partnerin. Bisedat e sinqerta do të sjellin mirëkuptim dhe intimitet të thellë. Në punë, fokusimi do të ndihmojë të përmbushesh detyrat e rëndësishme me sukses. Mos u ngatëro nga detajet e vogla, por mbaj syt të qëllimet afatgjata. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, ndaj është një ditë e mirë për të organizuar buxhetin. Ndjenja e paqes shpirtërore do të udhëheqë gjatë gjithë ditës. Kërko momente të vogla për reflektim dhe meditim. Kujdesi për veten do të sjellë energji pozitive dhe gëzim të brendshëm. Po që se ndjet këto këshilla, do të ndihesh më i balancuar. Daforia. Në këtë ditë vjeshtë, shpirti i ndjeshëm kërkon qetësi dhe ngrohtësi. Emocionet mund të ndihen të thella, duke të shtryrë të kalosh kohë me ata që të mbushin me energji pozitive. Një bisedë e ngrohtë me një mik të vjetër mund të bëhet burim gëzimi dhe nostalgjie. Në punë, përqendrohu në detajet që shpesh mbeten të pavërejtura. Këto do të bëjnë diferencën në përmbushjen e projekteve. Sa i përket financave, një plan i vogël kursimi mund të ndihmojë në shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Lidhur me dashurinë, ndjej të gjithë fuqinë e çasteve të vogla dhe të sinqerta. Lër hapësirë për fjalë të ëmbla dhe gjeste të vogla. Kujdesu për veten dhe lëri emocionet të rrjedhin natyrshëm. Luani. Dita e sotme sjell një energji të re që të frymëzon të përqendrohesh në përmirësimin e marrëdhënieve. Mund të ndjesh një dëshirë të thellë për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe zemër të hapur. Në punë, është koha për të fokusuar në projektet e lëna pas dore. Përdor intuitën për të zgjidhur sfidat që mund të shfaqen. Financat kërkojnë vëmendje, një planifikim i mirë do të ndihmojë të ruash ekuilibrin. Kujdesu për shëndetin dhe mos harro të bësh pushime të shkurtra për të rifituar energjinë. Një mbrëmje me miq ose familjen do të ngrejë shpirtin tënd. Mos e nënvlerëso fuqinë e një buzëqeshjeje, ajo mund të jetë çelësi për të hapur dyert e mbyllura. Virgjëresha. Sot, ndjenja e saktësisë dhe organizimit do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ditës me sukses. Në punë mund të merrni një projekt të ri që kërkon përqendrim dhe detaje, ndaj shfrytëzoni aftësitë tuaja analitike për të shkëlqyer. Nëse ndiheni të mbingarkuar nga përgjegjësitë, mos nguroni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Në fushën e dashurisë mund të ndjeni nevojën për t'i kushtuar më shumë vëmendje partnerit. Një darkë e qetë dhe bisedë sinqertë do të sjellin ngrohtësi dhe afërsi. Financat duken stabil, por mos bëni shpenzime të panevojshme. Gjatë pasdites, gjeni kohë për të medituar ose për të lexuar një libër që ju frymëzon. Qetësia do t'ju ndihmojë të rigjeni balancën e brendshme. Peshorja. Zemra juaj pulson me një ritëm të veçantë sot, duke ju ftuar të lidheni më thellë me të dashurit tuaj. Në dashuri, është koha të shprehni ndjenjat tuaja pa frikë apo hezitim. Nëse jeni në një lidhje, ndoshta një bisedë e hapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, intuita juaj do të udhëheqë vendimet që do të merrni. Mund të merrni një propozim të ri që kërkon reflektim të kujdesshëm. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet impulsive. Ndërsa dita përparon, mund të ndjeni nevojën për pak kohë për veten tuaj. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do t'ju jap paqen që kërkoni. Lëreni shpirtin të frymëzohet nga bukuria përreth. Akrepi.
Dita e sotme sjell emocione të thella dhe të ndërlikuara, të cilat mund të bëjnë të reflektosh mbi lidhjet e tua personale. Përkushto kohë për të dëgjuar zemrën tënde dhe kërko harmoninë në marrëdhëniet me të dashurit. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet papritur, mos nguro të tregosh guxinë dhe të ndërmarrësh hapa të mençur drejt qëllimeve të tua. Në aspektin financiar, qëndro i kujdesshëm dhe planifiko shpenzimet me maturi. Nëse ndihesh në presion, meditimi ose një shëtitje qetësuese mund të të ndihmojë të gjesh qetësinë e brendshme. Kujto që ndonjëherë përgjigjet më të vlefshme gjenden në heshtje. Merr kohë për veten dhe ndihmoji shpirtit tënd të rigjenerohet, duke u hapur ndaj të rejave me besim dhe serenitet. Shigjetari. Kjo ditë sjell energji pozitive në jetën tënde. Hyrja e mërkurit në sferën e komunikimit lehtëson dialogun me të afërmin. Në punë do të ndihesh i frymëzuar dhe i aftë të përballosh sfida të reja. Mos hezito të marrësh vendime të rëndësishme, pasi intuita jote është në kulm. Në aspektin romantik, një surprizë mund të të ngrohë zemrën. Mos harro të dëgjosh nevojat e partnerit dhe t'i kushtosh vëmendje detajeve të vogla që sjellin lumturi. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm nëse qëndron i disiplinuar ndaj planit tënd financiar. Shijoje këtë moment si një fëmijë që shijon diellin pas shill. Kjo ditë të fton të përqafosh çdo mundësi me zemër të hapur. Briciapi. Sot, zemra juaj mund të kërkojë një lidhje më të thellë me ata që doni. Përkushtojuni më shumë kohë marrëdhënieve, sepse këto momente do të jenë të çmuara për ju. Në punë, përqendrimi është qelësi për të kapërcyer pengesat e vogla që mund t'ju dalin përpara. Dohuni të guximshëm në vendimet profesionale dhe dëgjoni instinktin tuaj. Financat duken të qëndrueshme, por mos nguroni të analizoni me kujdes çdo lëvizje monetare. Një planifikim i mirë sot do t'ju ndihmojë nesër. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do t'ju qetësojë mendjen dhe do t'ju jap energji të re. Gjeni harmoninë në detajet e përditshme dhe lejojini vetes të ndjeni bukurinë e momenteve të thjeshta. Kjo do t'ju jap një ndjesi të thellë paqeje. Ujori. Sot është një ditë për të eksploruar ndjenjat e tua dhe për ta lënë krijimtarinë të rrjedh lirshëm. Në fushën e dashurisë, tregohu i sinqert me partnerin dhe mos hezito të hapesh për ndjenjat që ke. Nëse je e vetëm, një shëtitje në natyrë mund të sjellë inspirim të ri. Në punë, mbaj një qëndrim të hapur ndaj mundësive të reja dhe mos u frikson nga sfidat. Financat po tregojnë një përmirësim të lehtë, por mbaj një sy vigjilent ndaj shpenzimeve të panevojshme. Përqendrohu në menaxhimin e kohës për të arritur balancën që kërkon. Ndiq intuitën tënde dhe dëgjo zërin e brendshëm, ai të udhëzon drejt qetësisë dhe harmonisë. Përfito nga energjia e ditës për të rilidhur me pasionet e tua. Peshqit. Sot, universi ju fton të zbuloni një mundësi të re që do të ndriçojë rrugën tuaj profesionale. Kujdesuni të mos humbisni detajet e vogla, pasi ato do t'ju sjellin përparësi në punë. Në çështjet e zemrës, ndjeni një harmoni që plotëson shpirtin tuaj dhe ju shtyn të bëheni më të hapur me të dashurit tuaj. Bisedat e thella mund të sjellin afërsi që nuk e prisnin. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por keni kujdes me shpenzimet e pamenduara. Sot është dita ideale për të reflektuar mbi atë që është e rëndësishme për ju dhe për të gjetur qetësi brenda vetes. Ndërsa dita kalon, ndjeni një ngrohtësi të përhapet në zemrën tuaj duke ju mbushur me shpresë dhe kënaqësi.